Pushteti si fars e politika si cirk. Kandidati për kandidat është romani me autor Arben Çeikun, një diplomat karriere, një njeri i cili e ka ngritur një karrierë të shkëlqyer në fushën e politikës, po jo të politikës aktive, ka shkruar një roman pikërisht për atë betejë sfilitse për të bërë deputet. Arben Çeiku, faleminderit që jeni një grush librash. Faleminderit për ftesën. Për të folur për këtë roman ku ti shkruan, për të gjetur një çelës për të hapur derën e madhe, derën e partisë, derën e karrierës politike, derën e së ardhmes. Ky roman është një satir për atë betejë të çmendur gati-gati, dëshmitarët të së cilës ishim deri pak javë më parë për të bërë deputet. Le ta nis nga kjo që sapo cituat ju, çelës. Gjetja e qelësit. Uroj të shërbej ky libër si një qelës për të kuptuar pak më mirë se si qeverisen partitë politike së brendshme, sepse deri tani jemi mësuar të debatojmë se si qeverisin partitë në qeveri, por shumë pak kemi folur dhe kemi diskutuar se si qeverisen vetë partitë politike nga brenda, çfarë rregullash kanë, çfarë normash kanë, çfarë morali kanë, si zbatojnë ligjet e tyre që vetë i miratojnë e kështu me radhë. Sepse kemi vënë re që në gjithë këtë periudhë të tranzicionit, që po e quajmë tranzicion për ta justifikuar çdo lloj dështimi, se në fakt një tranzicion nuk mund të zgjasë 3 dekada, kemi vënë re që partitë të caktuara, kur kanë ardhur në pushtet, kanë sjellë po atë model që janë mësuar të vetë qeverisen në atë strofkullën e vet, në atë ambientin e tyre, në atë pashallikun e vet, dhe kanë ardhur siç kanë patur stilin e diktimit, të mos zbatimit rregullat, mungesën e transparencës, mungesën e vlerësimit të meritokracisë, të njerëzve që sjellin ide të reja, mos pranimit të mendimit ndryshme. Të gjitha këto kanë ardhur pastaj dhe janë zhvendosur dhe janë bërë më të rrezikshme, më të egra kur partia ka marrë pushtetin dhe ka përdorur mekanizmat e shtetit për të qeverisur në një mënyrë tjetër. Dhe ky libër në një farë mënyre është reflektimi im personal për gjithë çfarë kam parë në këto 35 vite politik, për njerëzit që kam njohur, për ata që janë zhgënjur, për ata që kanë fituar, për gjithë idealistët që duan të japin një kontribut nëpërmjet politikës, nëpërmjet partive, dhe kam dashur të tërheq vëmendjen që në anglisht i thoni enough is enough, por në shqip ti themi boll është boll ose boll është mjaft. Si të doni t'i themi, ka një moment që duhet ndalemi realisht të reflektojmë dhe kjo është një ftesë që i bëj shoqërisë në tërësi, pa marrë anën e askujt, që të reflektojmë. Ka një moment që të reflektojmë. Përndryshe, kishte një moment kur u mbush kupa, kur the kjo që pash sot, kjo që dëgjova sot, të bindi që ti të shkruash një libër, të ulesh, sepse është një punë, edhe kjo, sfilitse gjithashtu për të shkruar një libër, për t'i dhënë formë. Të jemi sinqert, unë... Çfarë e mbushi kupën? Kupën e ka mbushur viti 2021, kur unë vetë në një farë mënyrë provova të hyj në këtë vallën e kandidatëve dhe mbeta kandidat për kandidat në një lloj mirëkuptimi edhe me zhvillimet. Nuk e kam dashur asnjëherë politikën si qëllim vetvete apo karrikën e deputetit si një shpëtim, përkundrazi, por mendova që ndoshta ka ardhur momenti që edhe unë mund t'jap një kontribut. Ishte një iluzion idealisti, vi nga lëvizja e dhjetorit edhe mendova që duke qenë aty mund të kemi një rigjallërim edhe të ideve të asaj periudhe, ose se gjithmonë demokracia ka nevojë të ushqet me ide të reja, por edhe të mbështetet tek tradita. Por aty kam parë pastaj që jo thjesht unë, por me qindra të tjerë, edhe më vonë, farsa të pafundme. Dhe nuk është një libër se shpeshherë është keq kuptuar këto kohët e fundit, sikur është një libër që është shkruar vetëm për këto primaret e Partisë Demokratike. Në fakt, unë atë e kam përdorur si element që më ka ndihmuar për të ndërtuar fabulën e një njeriu që futet në primare dhe nuk arrin dot. Por realisht, partitë tona politike në përgjithësi, të gjitha ato që ne i shohim si komedi janë drama të njerëzve të caktuar. Gjithë ato përjashtimet që dëgjojmë, që përjashtohen nga listat, gjithë ato emrimet që bën, qoftë edhe si kandidati që vjen nga primarjet
e diskutuara dhe të përqudnuara, por edhe ato kandidatët që vinë nga portalet e deputetit që duam, të dyja janë në simetri me njëra tjetrën për produktin e pa qartë, e pa ndershëm dhe jo përfaqësues që sjellin. Dhe nuk kisha mënyrë tjetër për t'ju dhënë një përgjigje gjithë të plotfuqishmëve të politikës, se sa për t'ju thënë që në fund të fundit shiko, këto kandidatët për kandidatë që kanë mbetur ose edhe njerëzit që synojnë patjetër që t'jenë, se aty ka edhe personazhe që duan patjetër politikën dhe përbaltosen me politikën, të kuptoj që nuk është fundi i botës edhe të ngelesh jashtë parlamentit për gjithmonë, por edhe të largohesh nga parlamenti nuk është fundi i botës, duhet që vi një moment që këta njerëz, sidomos ata që marrin përgjegjësi për drejtuar, të thonë prit një sekondë se kjo shoqëri duhet të jetë më përfaqësuese. Dhe parlamenti të mos jetë një vend ku punësohen politikanë ose që pasi bëhen deputet i fusin në përshkolla trajnimi për të bërë politikanë. Ndërkohë që të tjerë rrinë dyerve, rrinë korridoreve të zhgënjur, të dëshpëruar, dhe jo vetëm vetë, por edhe për të rinjt. Dhe ne po krijojmë modelin e negativ, sepse duke patur figura publike që dështojnë, nuk munden dot. Çfarë është mesazhi që sjellim për të rinjt, për të rejat? Dhe gjithë ky formalizëm për mendimin tim duhet marrë fund, duhet të jemi më të përgjegjshëm. Ti tallesh gati me përçmim për gjithë këtë sistem të mënyrës së përzgjedhjes së kandidatës, ku ka shumë kulisa, ku luhen shumë interesa, ku hidhen shumë para, ku ka shumë servilizëm, shumë përkulje shpine. Kur kam shkruar librin, kam patur parasysh edhe zhvillime të tjera politike përreth. Si kanë vepruar ose çfarë fati kanë patur partitë të tjera politike në rajon. Të gjitha kanë pësuar ndryshime elitash, të gjitha janë hapur, ka ndryshim leadershipi, ka prurje të reja, ka largime, ka kontribute. Vetëm në Shqipëri, partia trajtohet si një ndërmarrje, si ai kombinati, themi, metalurgjik ose kombinati ato traktorëve ose pjesë tjera të ish ndërmarrjeve socialiste, që privatizohen edhe mbahen me thonjë, që edhe kur falimenton edhe nuk pagu dot dritat, prap nuk e dorëzon. Pra, partitë politike duhet edhe njerëzit që merren me këtë nuk duhet t'i shohin thjesht si një biznes privat, por duhet t'i shohin si qendra të mendimit politik. Dhe në tërësi ne gjithnjë më shumë po zhytemi në një cikël të mbyllur të politizimit të tepruar. Pra jemi një shoqëri që prodhojmë shumë politizim dhe kjo fal propagandës që vjen nga gjitha krahët e politikës në tërësi, po sidomos nga dy partitë më të mëdha, që t'jemi sinqert. Pra kemi shumë politizim, çdo gjë e politizojmë, por shumë pak politik. Po të vini re kurbën, sa më shumë politizim të ketë dhe qëndrime politizuese, pra denigruese, dalluese, përjashtuese, në anën tjetër kemi një reduktim të mendimit politik. Gjithnjë më pak mendime politike jepen në publik, në forume partijake, edhe çdo gjë degradon tek emrat, tek njerëzit që të zënë poste, dhe kjo është e neveritshme, sepse ne gati po shkojmë drejt një dështimi total. Dhe pa marrë parasysh se njëra palë është në pushtet sot dhe fuqia e pushtetit ta jep mundësinë që të duket partia e madhe, por nëse analizon në këndvështrimin politik, shohim që të dyja partitë, të dyja forcat e mëdha politike kanë nevojë për të kuptuar se ka ardhur koha që të hapit një kapitull të ri të modernizimit, dhe modernizimi nuk është thjesht ndrrimi njerëzve, por ndrrimi mentalitetit, dhe duhet të fillojë një reformë e ndryshimeve ligjore për partitë politike. Të gjitha institucionet në Shqipëri, pak a shumë, kanë pësuar ndryshime dhe reformime. I vetmi institucion në Shqipëri që ende nuk është reformuar, janë partitë politike që sipërmarrin ndryshimet e të tjerëve, po për vete nuk pranojnë as të ndryshojnë ligjin e organizimit dhe funksionimit, as të transparencës publike, nuk lëvizin nga instikami. As llogaridhënien. Unë kam zgjedhur një paragraf të bukur dhe domethënës nga romani.
Rreth 4 vite më parë, kandidati për kandidat në një kohë si kjo gjendej në mesin e fushatës për të siguruar vota dhe mbështetje për të hyrë në listën e kandidatëve për deputet. Më shumë ishte lodhur ai për të hyrë në listë se sa personi që u zyrtarizua si kandidat pak më vonë. Përmbledhtas i kaloi para syve të kujtesës të gjithë sagën e përpjekjeve të herës së fundit, kur ai, me fise me farë, me shoke me miq, me të njohur e të panjohur, me engjëj e dreqër, u përpoq të bëhej kandidat për deputet. Por në fund, mbeti, ashtu si njerë më përpara, thjesht një kandidat për kandidat. Nuk po e përcaktonte dot ende brenda vetes se kush e nxiste më shumë në këtë sport të ri për të garuar në politik. Sa herë që bëheshin zgjedhje, të ishte ambicia e një egoizmi të sëmur që flinte 4 vite dhe zgjohej për 4 muaj, apo nxitja vinte nga rrethi shoqëror me të cilin pinte ndonjë gotë raki. Duket sikur ka një kontradikt nga njëra anë tallësh me këtë sistem edhe me këta njerëz që bëjnë gjithçka për të bërë deputet, por nga ana tjetër këtë libër ja ke kushtuar 2 deputetëve, 2 politikanëve, 2 njerëzve dhe miqve të tu të afërt, Sokol Oldashit dhe ish deputeti Ervin Saliani që sot ndodhet në burg. Në promovim ishte i përmenda si një homazh dhe nderim për deputetët, por ky kandidati që thatë juve, unë nuk kam shkruar një roman të modelit të realizmit socialist, ku në qendër ka një personazh pozitiv, edhe pastaj ka edhe disa negativa. Ky personazh që është këtu, siç e cituat ju, përveç se pson zhgënjimin e vet, në anën tjetër edhe vetë është pak a shumë viktim e këtij sistemi. Dhe unë në këtë rast sjell mesazhin edhe për ata që duan të përfshihen në politikë, të mos i shikojnë politikën patjetër si një sofër ku shkohet vetëm për të përfituar, por duhet marrin në konsiderat edhe zhgënjimet, duhet maten mirë kur mendojnë për të hyrë në politikë. Dhe ajo dilema që ai ka, por edhe ai zhgënjimi, por edhe pickimi moral dhe çdo gjë që i ndodh atij në fund, është pjesë e një realiteti. Unë nuk mund të ndërtoja një personazh ideal që është i pastër si kristali dhe politika e bën pis. Në fakt, ky personazh dhe politika në një farë mënyrë kanë ndërvepruar dhe ne nuk e shmangim dot atë ndërveprimin që kemi me politikën, me partitë, dhe edhe kemi qef, por edhe kemi atë që pas e shgënjemi në fund. Pra, indirekt i bëj një kritik edhe personave që duan të hyjnë në politikë me çdo kusht, me çdo çmim, me çdo formë për të qenë aty. Pra, du ta dallojnë a hyn si misionar për të bërë diçka për shoqërinë, apo hyn vetëm për përfitimin e vet. Dhe prandaj edhe pse në zhgënjimin në fund, sepse indirekt, ju e keni lexuar romanin dhe më vjen shumë mirë të falenderoj. Indirekt ai është edhe viktimë vetvetes pak a shumë e sedrës, edhe interesit. Ka pak idealizëm, ka pak dëshirë, por në fund fare edhe ai është pak a shumë si të tjerët, prandaj edhe mbetet si një kandidat për kandidat. Pra duhet të dalim mbi këtë nivel, edhe kjo është morali i fabulës, që edhe ata që duan të hyjnë, jo vetëm thjesht të presin ndryshimin nga e madhja, por edhe vetë ata ndryshimin duhet ta fillojnë nga vetvetja, pra edhe ata që duan. Kandidati për kandidat është viktimë e vetvetes, e sistemit dhe e njerëzve që e rrethojnë. Atyre njerëzve me të cilët ti je tallur edhe tek emrat që u ke vënë. Shefi i partisë Baba Tomori, gazetarja Puhiza Fresku, sekretarja e partisë Mimoza Lastari, kandidati Qëndrim Fluturaku, deputeti Pajtim Karari, Trëndafile Fera, Shpejtim Gandalsimi, Qetësor Bubullima, Bre Kodra e kështu me radhë. Është një galeri vërtet groteske dhe po të lexosh librin nuk e ke të vështirë që secilit prej këtyre t'i vesh nga një emër nga politika aktuale, nga njerëzit që formsojnë dhe drejtojnë politikën sot. Në fakt, të jemi sinqert, ka ardhur krejt i natyrshëm emërtimi këtyre njerëzve, natyrisht duke patur parasyve personazhe që i kam hasur gjatë këtyre viteve, dhe në çdo personazh kam dashur të simbolizoj qasin dhe sjelljen e tyre. Domethënë, deputeti Pajtim Karari, që nuk e lëshon karrigën e deputetit, domethënë ai ka vënë një karar, domethënë që do të jetë patjetër është pajtuar me këtë dhe ne duhet të pajtohemi me interesin e tij që ai duhet të rrinë në parlament derisa dalin pension, se s'mund të dalin më herët. Ai nuk e koncepton dot që ai të largohet të vijë një figurë e re. Pastaj edhe personazhet e tjera, për shembull edhe Puhiza Fresku apo
apo Fjolla Tymi si magjistare që është, apo Lule Shqera që është, apo gjithë të tjerët, apo ai drejtim kthesave, gjithë me radhë. Arben, ti ke një karrierë të gjatë në administrat, në diplomaci, dhe ky libër natyrisht që është fryt i vëzhgimeve të tua personale, i asaj që ti ke parë dhe ke ndjerë, po besoj edhe i rrëfimeve të miqve të tu, të njerëzve me cilët ke bashkëpunuar. Është e vërtet, ka qenë një periudhë që shumica e deputetëve, dhe kjo është e vërtet, e kandidatëve, kishte shumë kandidatë që pinim kafe, bisedonim edhe thonin, më duket se inshallah më merr kryetari sepse po mori do të atakoj edhe dihet që u mbyll kjo punë. Dhe unë bëra shaka me disa miq të mi edhe në 2017 madje. Ju thash isha në një takim thash me kryetarin dhe e mbylla për veten time, i thash që t'jem parlament. Si tha? E mbylla thash për vitin 2025. Ishte një shaka, por në fakt e tillë ishte gjithë ajo mënyra se si ndërtohej gjithë populli pret që në parlament ketë figura personalitetet që t'japin mendime, ndërkohë që gjithë ky proces para prirës, pra që degradon, sjellat e produkt që kemi dhe ai teatr që ne shohim vazhdimisht, herë me tonet larta, tulta, me skena, dhune, pajtimi, buzëqeshje, romantizmi, gjitha këto janë produkti i këtij procesi që sjell këto lloj deputetësh. Unë kam një shqetësim me këto lloj librash që satirizojnë apo e tregojnë në mënyrë groteske politikën dhe realitetin, sepse deri diku e normalizojnë të keqen. Ne e lexojmë një libër të tillë, e kuptojmë se për kë është shkruar dhe cilët janë personazhet real, tallemi me to, i përçmojmë, por në mënyrë të pavedishme edhe qeshim shumë me to. Pak a shumë ajo që bëjmë me shumicë sot edhe në rrjetet sociale, dhe duke bërë këtë, duke u tallur vazhdimisht, nuk po marrim seriozisht të realitetin. Shiko, deri tani i kemi marrë shumë seriozisht dhe s'kemi arritur dot të bëjmë asnjë lloj ndryshimi asgjëje. Dhe mendova të provojmë një herë të tallemi mbase lë më shumë gjurmë, sepse në letërsi, për atë që e lexon një novelë satirike, është e lehtë, lexohet lehtë, këndshëm, kurse për atë që e shkruan është tepër e vështirë. Dhe unë zgjodha rrugën më të vështirë për ta bërë më të lehtë për të tjerët, që t'jap një mesazh që ka ardhur momenti që as mos t'i kemi më frikë, sepse na janë bërë si zotat e Olimpit, por edhe kur i flasim seriozisht, ata i injorojnë. I kam pa kolegë gazetarë që i injorojnë, i tallin, i përçmojnë, domethënë, dhe kanë atë mundësinë që ta bëjnë një gjë të tillë, se janë lart, por në thelb ne të paktën kemi fuqinë dhe të mundësinë e fjalës edhe për ta bërë një satirë dhe për të thënë që shiko, pavarësisht sa të fortë dukeni, në sytë tanë dhe në sytet e të ardhmes do jeni shumë qesharak. Unë kam përzgjedhur edhe një pjesë tjetër që dua ta lexosh ti dhe ka të bëjë me mimozën, me këto sekretaren e partisë që ka në dorë thuajse gjithçka me organizimin, me përzgjedhjen e kandidatëve dhe çuarjen tek shefi i madh. Mimoza, një veterane e partisë, e cila thirrej vazhdimisht kur duheshin kryer aksione në terren dhe gjithnjë më rrallë për konsultime në zyrat e shefave kryesor. Figurat e reja politike apo mimozat e reja qelin gjithnjë në kopshtin e madh të partisë. Kësaj udhëheqja i caktonte vendin e merituar gjithë secilit, nuk mbahi në prerjen e saj vetëm një mimoz, por ajo duhej ndërruar me qëllim që freskia dhe bukuria të shkonin bashkë. Çdo lule e re e partisë duhej të trajtohej sipas vlerave që shprehte dhe me kalimin e kohës vendosej në vazën përkatëse. Pra, emrimi edhe keqpërdorimi i feminitetit, apo keqpërdorimi i kotave gjinore, apo trajtimi i femrave si lule, si persona që vinë për të dhënë një mendim, që femra, para se të shifet në parti si prurje e së bukurës, duhet vlerësohet edhe për mendimet që ka. Dhe është bërë traditë që ata t'i shohin dhe t'i trajtojnë edhe propaganda, t'i trajtojnë më shumë si prurje estetike, se sa si kontribut intelektual. Unë kam dashur them që, shiko, kontributi intelektual i femrave shpaq i rëndësishëm dhe shpeshherë shumë më i madh se sa i burrave. Dhe kjo politikë maskuliste që
e bullizon femrën politike, duhet të marrë, dhe kjo duhet të marrë një fund. Dhe nuk mjafton që vjen një femër dhe në parti dhe e shohin si një mundësi të themi për të kaluar për të e glendisur edhe me një sy politik prej pushtit themi, por duhet të parë edhe si një qytetare, si një motër, si një nën, si një vaj, si një bi, si një intelektuale që vjen aty në një familje të mendimit politik për të dhënë kontribut. Dhe jo ta marrësh edhe pastaj ta mbjellësh në vazo, prandaj kam thënë në vazo, kur asaj pasi sillet e shkreta disa kohë në korridoret e partisë, pasi strapacohet në përfushate, se thonë, ku t'i gjem një vend kësaj? E qëmë ati ka e ministria atje që të rrijet bëj kështu. Kjo nuk është rruga. Shikojeni Evropën, gjitha të femra që nuk janë edhe aq të bukura, se ne themi që edhe bukura dhe mençura do të rrinë gjithmonë bashkë. Jo, ne partitë politike janë qendra të mendimit politik, prandaj quhen parti politike. Nëse ashtu do të quheshin parti estetike, dhe partitë salloneve të bukurisë, apo parti, ku di unë, kam përshtypjen se për nga estetika nuk na e merr njëri me zonjat tona të parlamentit. Ne kemi gra shumë të bukura dhe Shqipëria ka meshkuj edhe femra shumë të bukura, ne jemi të bukur si popull, po e kam fjalën që du të japim rëndësi, prioritet për aty ku jemi. Diçka e tjetër, po. Si kanë reaguar miqt e tu, një pjesë të cilëve janë deputet, ish deputet, e kanë marrë ata si personale këtë gjë, apo? Deri tani, sinjale indirekte më kanë ardhur nga disa persona që ju kanë thënë të tjerët që e ke emrin aty ose të ka bërë filani në një roman kështu, të ka bërë ashtu, por mendoj që numri i personazheve që janë aty real janë shumë më shumë se sa ato që janë në libër, sepse është, për mendimin tim, është një koncentrim i gjithë atyre që kam parë. Për shembull, tek figura e Mimoza Lastarit, kam parasysh një numër të madh grash që kam njohur dhe kam parë në politik, dhe kur them në politik, në të gjithë grupimet partijake, mënyra se si funksionon, kur them për udhëheqësin e madh, për babatomorin e madh atje që merr vendimet e mëdha, dhe që ka një shkputje me realitetin edhe ai, që miklohet nga këto, thashë the me gjinjt, nga klubi rreth e rrotull. Pra të gjitha personazhet janë, mund të them që në një personazh mund të jenë me 10 të tjerë që qëndrojnë njëri pas tjetrit, dhe jo më kot edhe tek kopertina. Që është një kopertinë pikturë jotja. Është një pikturë që e ka ndarë grafisti kur ka bërë kopertinën. Kjo pikturë është bërë para 3 vitesh. Ideja është në politikë, po edhe në shoqëri, kjo nuk është vetëm për politikët, mos e diabolizojmë, mos e djallëzojmë shumë vetëm politikën, edhe në shoqëri shpeshherë hasim njerëz me 3-4 fytyra. Dhe ideja e kësaj pikture ka qenë që unë kur shoh një njeri, shpeshherë has në 3-4 fytyra me një herë dhe dëshiroj të shoh syt, po aty mungojnë syt, po ta shikoni nuk janë syt, sepse syt janë ata që tregojnë të vërtetën në tërësi. Arben, aty ku në një shoqëri ku mbisundon politika, dominon ajo, sa mundet letërsia të krijojë moral dhe të ndikojë edhe ajo, se në fundit edhe ky libër është një kontribut për t'i thënë njerëzve diçka. Jam shumë i prekur nga prezenca në promovim, nga fjalët që u thanë, nga jehona që ka patur si libër, dhe duket që ky libër, ndoshta jo për meritën time, por për nevojën që ka shoqëria, po kthehet si një titull debati. Njerëzit qeshin në fillim kur shohin titullin kandidati për kandidat, dhe sepse edhe për rreth tyre kanë njerëz që njohin që kanë tentuar ose tentojnë, dhe kanë kuptuar që, prit një sekond se më duket që jemi bërë kaq çesharak sa duhet të diskutojmë tani seriozisht. Edhe i ftoj të gjithë ta mendojnë si një mundësi, nuk është një flet rrufeje, po është një mundësi për të reflektuar dhe për t'ju thënë edhe njerëzve pak, t'jemi pak më të sinqertë dhe më të lirë në mendime. Shoh forumet partijake, pa vënë gishtin, si ka mundësi që njerëz që në një të ardhme të afërt do ngrihen të hedhin poshtë, të kundërshtojnë qëndrimet e liderëve, sot rrinë aty edhe shohin celular, edhe kanë një lloj konformizmi, majtas djathtas.
dhe nuk reagojnë. Shumë intelektual ka patur përpara që kanë marrë riskun për të thënë të vërteta. Në Partinë Demokratike ka patur grupime njerëzish me mendime ndryshe, njerëz që kanë sakrifikuar edhe karrierën e tyre, ama kanë mbetur dinjitos përballë shoqërisë. Në Partinë Socialiste ka patur njerëz që kanë dhënë mendime kundër, kanë mbetur dinjitos në shoqëri, mund të mos kenë qëndruar edhe një mandat në parlament, por kanë mbatur një mandat më të gjatë moral në shoqëri. Prandaj unë i ftoj edhe ato politikanë që sot janë në parlament, që janë zgjedhur deputet, çfarë kanë për të thënë t'i thonë gjërat, sepse është një hipokrizi shumë e rëndë kur kryetari nuk është nesër dhe ti pastaj ngrihesh dhe i bën moral shoqërisë dhe i thotë që unë isha kështu kundër, po unë nuk e thash. Sepse në fund do të kujtohet trashëgimia që kanë lënë. Po, sepse prandaj jam kritik edhe ndaj kandidatit për kandidat, sepse jo gjitha të metat dhe gjitha gjërat dhe gishin të regusta kemi tek kryetari, i cili është ose tek leadershipi, por edhe politikanë të tillë duhet të kenë më shumë integritet, sepse në fundit ajo karrigja është individuale, secili ka fytyrën e vet, mos dali me 4 fytyra siç e kam vënë në libër, por të ketë fytyrën e vet, sepse shoqëria në fundit ka nevojë t'i dëgjojë mendimet e tyre dhe jo të argëtohet me servilizmin, me bodyguardizmin politik, cilin e kemi pa së fundi. Pra duhet që t'jenë vetvetja sot e mot dhe ta meritojnë atë post që kanë dhe atë detyrë që kanë, sepse askush nuk është i përjetshëm as në politikë dhe as në të jetë. E mbyll përsëri me atë që ke shkruar, në vend të karrocës, Çiçikovi ynë shëtiste si deputet me makinë dhe në vend të frymëve të vdekura, blinte vota të vdekura. Pra, një ftesë për lexim për kandidat nga Arben Çeku. Kënaqësi që të kisha në një grush librash. Ishte nderi im dhe të uroj suksese. Shumë faleminderit që krijon këto lloj hapësirash për librat dhe letërsinë. Faleminderit juve.